qytetar dhe qytetare të Tiranës. Shëndet, mbarësi edhe vetëm të mira. Edhe organet të reja drejtësisë nuk kanë si të jenë pagabushme. I mori si dekorat në ritën e skapit. Tirana nuk mund të rrihet dhe të ngryset pafundësisht si një trup pa kokë. Gerta Manastiliu është njeriu i duhet sot Tiranës. Vendim për propozimin për shkarkim të kryetarit të Bashkisë Tiranë, zotit Erion Veliaj. Kush është pro? Miratohet. Partia Demokratike ka disa kandidatë të shkëlqyer brenda, jashtë, kudo. Fati Erion Veliajt u vulos. Ai vazhdon betejën me drejtësinë, ndërsa socialistët janë gati të hyjnë një tjetër betejë, asaj për Tiranën. Po demokratët ku janë? Çfarë kandidati apo sa kandidat do të ketë opozita? A do të ketë një lojë topadjekësi me kandidatin e radhës, duke pritur 2027 për ta marrë seriozisht? A pret Tirana një opozicië që nuk është gati? Edi Rama ka thënë herët se është gjithnjë disa hapa para. Se të mos jetë edhe tani për 2027. Për këtë do të flasim sot në Newsroom. Unë jam Anesi Barjamemaj. Kjo mund të jetë pamja më e parë në muajt e fundit e Erion Veliajt si kryebashkiak i Tiranës. Është dreka e 10 shkurtit, momenti kur për herë të fundit doli nga zyra e tij, me një dosje në duar dhe i shoqëruar nga zyrtarët e SPAK, Veliaj hipi në makinën e bashkisë dhe u nis në një rrugë pa kthim, fillimisht drejt SPAK-ut. Prej 10 shkurtit, Tirana përfundoi me kryetarin e zgjedhur për 3 mandate të izoluar në burg. As në maktet e mia më të mëdhaja nuk do kisha imagjinuar kurrë që të më duhej një ditë të lexoja diçka në emër të Erion Veliajt. Forca Lal. Drejtimi me një kryetar të komanduar zgjati mbi 7 muaj, periudhë gjatë së cilës Anuel Aristani duket se nuk e bindi kreun e qeverisë, i cili më 11 shtator nga Asambleja e Partisë Socialiste kërkon të shohë një orë më parë Ogerta Manastiliu në krye të punëve të qytetit. Ogerta Manastiliu është njeriu që i duhet sot Tiranës. Forca e qetë e Tiranës Den Bavaden. Kush është pro? Miratohet. Si bashkiak miratoi shkarkimin e kryetarit në mungesë prej 7 muajsh për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të reja dhe rindezjes me orë të plota të makinerisë së Bashkisë Tiranës. Nevoja për të legjitimuar udhëheqjen e bashkisë në votën e popullit është çdo ditë dhe më urgjente. Shtuar pastaj edhe domosdoshmërisë për një proces katarsisi burimor në kuptimin e vetpastrimit të Bashkisë Tiranës. Brenda një jave, Edi Rama mbylli gjithçka, duke zeruar çdo grinc besnikërie ndaj atij që dikur ishte pasardhës i padukshëm në drejtimin e Partisë Socialiste. Por gjatë kësaj jave, demokratët treguan për të disatën herë se nuk janë gati as për të sfiduar Ogerta Manastiliun. Majoranca duket se kanë ndezur motorët e fushatës dhe kanë ndërmarrë çdo hap që Tirana të shkojë në zgjedhje, duke i besuar dhe drejtim politik, as më shumë dhe as më pak, Belinda Ballukut, numri 2 të qeverisë. Demokratët ende nuk e kanë një kandidat dhe dukshëm e tyre duket frika e një rezultati negativ, pasi shumë figura të larta të Partisë Demokratike kanë refuzuar garën. Se kam shprehur si ambicie. Jam lojtar për program. Se nuk pranosh ti është kryetari i Këshillit Bashkiak, i zgjedhur bashkiak, po bëhet ti është ngarë. Do të duhen ditë dhe ndoshta javë që demokratët të kristalizojnë qëndrimin e tyre. Do të kenë një emër fitues përballë Manastiliut apo një emër vetëm për ta djegur. Spari Partia Demokratike do bëj përpjekje të hyjë me koalicion. E thash, e kam thënë herën tjetër këtu. Ne do përpiqemi që të rakordojmë, të bjem në ujdi, në bashkëpunim me partitë opozitare, me ato parti që ndjehen opozitare. Aty pastaj, sigurisht që debati do jetë për kandidaturat. Ne nuk themi që o koalicion me ne, o kandidaturë jo, o s'ka koalicion me ne. Dashur Ogerta, Shqipëria ka nevojë për Tiranën si treni për
lokomotivën. Është kandidatja më e dobët absolute që mund të bëjë Partia Socialiste. Këshilli Bashkiak i vazhdon mandatin, pra garon vetëm, nuk garon dot me një program, de facto bësh një administrator e thjesht. Do thotë që garon vetëm me figurë. Kur hyn një garë, ti hyn garë jo për qefin e garës, ti hyn garë për të fituar. Jam lojtar për program, për një program që të mundesh ta implementosh, të kesh kohën të bësh strategji, të kesh kohën të bësh programet, të kesh kohën të bësh buxhete, ti merresh me ekspertët më të mirë për t'i bërë ato. As e kam shprehur si ambicie, sepse mendoj që për të marrë një vendim të tillë, pas më të vogël një diskutim kanë nevojë për vendime të forta të organeve të Partisë Demokratike, siç është kryesia, pse jo dhe Këshilli Kombëtar. Mendoj që ka nevojë për një tavolinë dhe një tryezë përtej Partisë Demokratike. Si mund të pranosh ti jesh në kryetari i Këshillit Bashkiak, i zgjedhur Bashkiak, po bëhet ti është ngar. Është normale. Është ti thua deputeti aspiron apo ti je ministër. Pra çdo kush është në politikë ka aspirat e veta, momenti që marrim disa përgjegjësi, disa privilegje përgjegjësi për atë pozicioneve që kemi, normalisht të jemi edhe përgjegjës dhe të përgjegjshëm që në çdo sfidë të dalim përballë. Belin Këlliçi ishte kandidati i fundit që u sakrifikua në zgjedhjet lokale përballë Erion Veliajt, që sot është gati për gjykim të posaçëm për korrupsion e shpërdorim detyre. Dhe Bashkia e Tiranës. A i la mandatin e deputetit dhe pa vull e pa logo të Partisë Demokratike dhe me demokratët më të përçarë se kur, Belin Këlliçi mori rezultatin që nuk e priste. Ne këto rrenat me nënkalime, me mbikalime, i pam këtu ke Astiri. Ja këtu i kishim nënkalimet, po ishin dashnorë nënkalimesh ata, na kishin lënë punonim. A ju kujtohet Zogu Izi, kush është socialist i vjetër? Qofse doni dini çfarë gropash i bëjnë këta qendrës Tiranës, mjafton të kujtoni gropën e Ajdin Sejdis që e lanë 30 vjet aty. E di se realizohet. Mjafton ti çosh lekët që këta i vjedhin, që i marrin për incineratorin me i çuke autobusi falas për gjithë Tiranën. 100% e realizoshme. Është çështje prioriteti, a ke hyrë me vjedh, a ke hyrë me bë punë. Unë kam hyrë me bë punë. Por për të, rezultati 14 maj 2023 nuk është pasqyrimi i vullnetit të qytetarëve të Tiranës. Një kryetar bashkie i cili A i thot se betejë politike që u bë pas zgjedhjeve është në favor të tezës opozitarëve, që vota qytetarëve u tetërsua dhe u ndikua nga presioni shtetëror. e pa dëgjuar kur më parë, e pa hasur kur më parë. Në 14 maj të vitit 2023, Pikspari nuk ka patur zgjedhje dhe këtë tashmë e kemi faktuar. Unë personalisht e kam faktuar me aksionin tim politik të 2 viteve me radhë. Dhe e kemi faktuar që në rastin e Bashkisë Tiranë, i gjithë shtabi elektoral i Erion Veliajt ishte një shtab kriminal, pra ka qenë shtabi PSD. Kryesorët e këtij shtabi sot janë në burg për aferat korruptive në Bashkinë Tiranë dhe kreu i këtij shtabi, Erion Veliaj, sot gjithashtu ndodhet në burg dhe i shkarkuar po nga partia e tij. Ogerta Maresteliun, të shpallur tashmë nga mazhoranca si kandidate, e konsideron si më të dobët në radhë se Elis Roz, por sërish pohon se lipset një bashkimi të gjithë opozitës për atë që quhen moment të artë. Unë mendoj që në momentin që ne flasim, opozita do duhet gjej modalitetet dhe do duhet gjej një profil të qartë kandidati